Vllaznia ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit Mamadou Tonkara, i cili bëhet përforcimi më i ri i skuadrës shkodrane në repartin ofensiv. Klubi Kuqeblu ka bërë publik transferimin e 30 vjeçarit, duke uruar mirëseardhje në Shkodër dhe duke konsideruar atë një alternativë të rëndësishme për sulmin e ekipit të drejtuar nga Edi Martini. Tonkara është një emër me eksperiencë të gjatë në futbollin italian. Sulmuesi me origjinë senegaleze i lindur në Spanjë është formuar në Akademinë e Barcelonës përpara se të kalonte te Lazio, ku ka regjistruar edhe 2 paraqitje në Serie A. Gjatë karrierës së tij, Tonkara ka luajtur gjithashtu në Crotone, Salernitana, flamurtarin e Vlorës, Schaffhausen dhe Zemplin Mishalove, ndërsa në Itali ka veshur fanelat e Viterbeses, Citadelas, Avelinos Foges, Avezanos dhe Guidonia Monteselios. Në vitin 2018 sulmuesi pati edhe një eksperiencë në Shqipëri, ku aktivizua me flamurtarin e Vlorës në kategorinë superiore. Pas aventurës së tij të fundit në futbollin italian me Guidonia Montecelio, ku në vitin 2026 regjistroi 7 paraqitje në Serie C, Tonkara rikthehet në Shqipëri këtë herë për të veshur fanelen historike e Kuqeblu. Vllaznia synon që me afrimin e tij të shtojë alternativat, forcën dhe eksperiencën në repartin ofensiv, teksa skuadra po përgatitet për nisjen e sezonit të ri të kategorisë superiore.